Burrat kanë më shumë gjasa të vdesin nga sindroma e zemrës së thyer, ja pse. Një studim i ri nga Journal of the American Heart Association ka zbuluar diçka shqetësuese. Edhe pse gratë përbëjnë shumicën dërmuese të rasteve me sindromën e zemrës së thyer, 83%, burrat kanë mbi dyfishin e rrezikut për të vdekur nga kjo gjendje. Sindroma e zemrës së thyer, e njohur edhe si Takotsubo kardiomiopatia, shpesh shkaktohet nga stresi i madh emocional apo fizik, si një humbje e rëndë, një aksident ose një sëmundje e papritur. Çfarë zbuloi studimi? Nga 135.000 pacientë analizuar mes viteve 2006-2017, gratë përbënin 83.3% të rasteve, por burrat kishin normë vdekshmërie 2.2 herë më të lartë. 1 në 4 pacientë kishin komplikacione serioze si goditje në tru, arrest kardiak ose shok kardiogjenik. Pse burrat janë më të rrezikuar? Stresorët tek burrat janë më shpesh fizik dhe më të rëndë, si trauma, operacione apo infeksione. Ata kanë më shumë gjasa të kenë sëmundje kronike si diabet, sëmundje të veshkave ose mushkërive. Mungesa e kërkimit të ndihmës emocionale ose mbështetjes psikologjike i ekspozon më shumë. Si të mbrohemi? Menaxhoni stresin përmes aktivitetit fizik, meditimit dhe pushimeve të rregullta. Kërkoni ndihmë psikologjike kur përballeni me dhimbje emocionale të forta. Mbani nën kontroll sëmundjet kronike dhe shkoni rregullisht te mjeku. Kujdesuni për shëndetin e zemrës, jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Zemra thyhet jo vetëm nga dashuria, por edhe nga heshtja, stresi dhe moskujdesi. Mos e neglizhoni.